në studio për të diskutuar se takon situatës politike në vend në një kohë që për te 83 mandateve të Partisë Socialiste ka dhe situata që zhvillohen brenda kampit demokrat. Ndërkohë çfarë po ndodh? Si po shkojnë të gjitha ankimimet që janë bërë dhe si do t'jetë dinamika deri në sesionin e ri parlamentar, kam në studio për të bërë një bisedë Franc Nurin, profesores ligjor të PD-s në KQZ. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit. Ermal Peci, kolega zëtar, faleminderit. Kënaqësi. Ndërkohë në pak minuta do të kem edhe Genti Çelën, një ndër kandidatët e partisë e kam. Genti Çela, faleminderit që jemi ne, ishte kandidat i Partisë Demokratike për Pogradecin. Faleminderit që na bashkohesh. Faleminderit ju. Po nisë bisedë me Francin sa i takon valës ankimeve në fakt që vjen nga Partia Demokratike për shumë qarqe. Në fakt dhe për te qarqeve kemi edhe eksponent, pra individ me emër dhe mbiemër që ankimojnë dhe kërkojnë të drejtën e tyre për rinumërim për edhe pamjet filmike. Si po shkon ky proces i ankimeve? Procesi i ankimeve faktikisht ka prekur gjithë Shqipërinë, sepse Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka kundërshtuar dhe ka ankimuar në kas pranë KQZ-s të gjithë qarqet, të 12 qarqet, të 12 zonat zgjedhore në Republikën e Shqipërisë. Patjetër që ne si subjekti kemi bërë ankimimet dhe kemi parashikuar që për rastet caktuara të ketë mundësi edhe kandidatët të na afrohen dhe të ndjekim të gjitha ato ankimime që ata kanë dhe siç e thatë dhe ju, një pjesë e tyre i kanë bërë ankimimet personalisht. Por këto janë refuzuar, jo kërkesa e tyre për rinumërim, por është refuzuar e drejta e kandidatit për të ndjekur personalisht një çështje përpara KQZ-s. Pra duhet është një nuancë faktikisht, por duhet ta shpjegoj, meqense është pak detaj ligjor, që jo të gjithë e kuptojnë dhe publiku nuk e kupton me sa duket. Subjektet zgjedhore kanë të drejtë të ankohen për rezultatet. Po kush janë subjektet zgjedhore sipas kodit zgjedhor? Janë kandidat pavarur, që këtu nuk ka pasur, ose janë kandidatët, ose janë, partitë politike dhe koalicionet. Ato që kanë qenë në fletën e votimit. Kurse kandidatët në vetvete duhet përfaqësohen nëpërmjet partisë ose koalicionit respektiv, nëse duhet të kundërshtojnë rezultatin. Kjo është që i ka thënë KQZ-ja në vendimin që është marrë ditën e premte. Apo mund të ketë pasur dhe më herët vendime tjera të ngjashme ndaj kandidatëve dhe ndoshta edhe do të ketë dhe nesër në vijim kandidatë që nuk janë shkruar akoma ankimimet e tyre personale në emrin e tyre. Por kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë të drejtë për ato që kanë gjetur, si prova, si fakte nga pamjet filmike, nga konstatimet e proceseve verbale të tjerë. Ne i kemi bërë thirrje që të na japin të gjitha këto gjetje, të gjitha këto fakte dhe prova të inkorporojmë, që do të thotë ti plotësojmë me materialin tonë të ankimit dhe do t'i paraqesim. Për shembull, ta bëjmë shumë konkrete. Unë mbuloj qarkun e Durrësit dhe qarkun e Tiranës si profesus ligjor dhe i kam ndjekur dhe do t'i ndjek deri në fund këto qarqe, pa paragjykuar qarqet e tjera, që mund të kenë kolegë të mi. Në këto qarqe, aty ku ka kandidatë që kanë specifika, kanë element, duan të rihapin kutit, të rishikojnë, të bëhet rinumërim çdo lloj gjëje që ata kërkojnë, ne ja kemi shprehur prej disa ditësh, prej disa javësh, ja themi përsëri të vinë na japin të gjitha detajet, gjetjet, kuti më kuti, sipas zonave zgjedhore të ndryshme, KZAZ-ve të ndryshme dhe me shoqëruar me pamjet filmike apo provat, evidencat përkatëse dhe jemi të gatshëm që t'i paraqesim. Jo vetëm kaq, por i kemi thënë që të vinë edhe në seancë. Durrësi është në 4 qershor, shqyrtimi, Tirana në 5 qershor. Të vinë dhe vetë, edhe të shprehen dhe vetë aty. Berisha cilësoi në daljen e fundit jo ligjore kërkesën e tyre individuale. Rregulloria ndërkohë thotë kundërtën që vetë kandidatët mund të shkojnë të ankimojnë, mund të shkojnë të kërkojnë të drejtën e tyre me avokat, pavarur apo edhe me përfaqësues të kampit politik që ata përfaqësojnë. Jo, nuk e parashikon rregulloria këtë gjë. Nuk e parashikon kodi zgjedhor. Ne në 124 dhe 126 i kodit zgjedhor e kam mjaft të qartë, ankohen subjektet zgjedhore. Subjektet zgjedhore janë në këtë rast për zgjedhjet e përgjithshme, zgjedhjet për kuvend, janë partitë, koalicionet ose kandidat pavarur, nëse ka patur. Në fletën e votimit nuk kishte sepse nuk kandiduan. Kështu që vetëm këto kanë mundësi ta ankimojnë personalisht. Kandidatët nuk mundet. Ermal,